Meteorologët po paralajmërojnë një mot të ftohtë deri në -20 gradë Celsius. Ky acar do të rrezikojë edhe më shumë jetën e familjes Jonuzi nga Bukuroca. Kryefamiljari Nefail Jonuzi ka kohë që jeton në kushte të vështira ekonomike, i ulur në shkallët e shtëpisë dhe brenga më e madhe është për fëmijët, të cilët po rriten në kushte të mjerueshme. Është kjo dhoma vetme ku 4 anëtarët e familjes jetojnë jetën e tyre mes erës e fortunës që deporton në çdo cep të dhomës. 61 vjeçari Nefail Jonuzi thotë se çdo ditë mundohet të punojë që sadopak të siguroj kafshatën e bukës, pasi nuk ka asnjë të ardhur tjetër. Sjanat në punës kërkush edhe që është në përbazare ka pak një në dredën të marrë me skollur. Edhe zonja e shtëpisë Lulije Jonuzi thotë se janë në gjendje të vështirë. Her, po ka her. Qësh po më burri pak punon atë vetëm, po më nduhet. Qështa? Qysh pe arrini me dalë një muj, me ushqime, me... Me të thënë drejtën ndodhë që të në muj i s'kanë, fëmijat nuk kam, s'kam ju thonë jo, edhe atë që me thonë, qysh do të nja i shqef min jo, nisi pak boke pak qëto. Shtëpia në të 4 anët është dëmtuar, pikon në çdo cep dhe shpesh fëmijët sëmuren, thonë kryefamiljarët. Pikon, toft është. Qështë, dera është e prisht. Frimajit. Ftoftit, qështu. Apo ndohë fëmija më likë? Po që, natën. Po do të me njoni flem për zonë tërë 12, tjetër do të më qukë për 12, cikur me smena, me ndru, me kallën zjarëme se shukë mi qëtë. Fëmija ku flenë? Fëmija që do me neve. Po s'po dibe u shame neve. Shpija që e katastrofë që me. Veran për shumë. Shumë që ndjetë këtë shpëse nisi me ra këtë shpija, pikë si që po shetë edhe vetë, edhe këto po shetë që po pikë. Të më thonë kjo veç pak shka gjena veç në rëmloj. Që kja dimit, se në tjerat nuk shetë aty së rejët, pëse ajo është e madhe edhe eftat, është pa në dreqen. Kja pak a shumë, do të më, si që shetë deras nuk mbyllat mirë. Që aty e përqojnë të qërë. Nëse për ta që kanë kushte dhe nuk e kanë brengën e sigurimit të ushqimit, për këtë familje, një muaj e shumë i gjatë, çdo ditë me brengën çfarë t'u lap fëmijëve në mëngjes, drek e darkë. Sa për keni vështirë? Relativ. Ti si non? Unë si non të thënë drejtën e kam shumë vështirë se sidomos jo se koruan në pësionë, po si shto non, është shumë vështirë që të qëndje më konë, se të natën do të mendu për mëngjes sa me po. Edhe tjetëra po shetë mos të shpjetu, kam fjallë. Kryefamiljari bën apel që të ndihmohet të paktën fëmijët të i shpëtojnë këtij mjerimi. Kom nevoj, ku shka më si mundim, unë vëllët. Jo kom 61 vjetë. Pas mu i vendreq për mu. Djem të 5 vjetë. O të shtu, njoni ka në mandë vjetë, njoni 7 vjetë. Që shtu. Që ka më si të ushë mundim. Për derisa ekipi ynë ka arrit në redaksi, koordinatorëve të kësaj nisme ju kanë lajmëruar disa humanistë të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në ndërtimin e kësaj shtëpie. Andaj të gjithë ju që keni dëshirë të ndihmoni, gjatë ditës së nesërme do të bëhet publike edhe xhirollogaria bankare ku mund t'i adresoni mjetet tuaja.